Ela e parkut arkeologjik të Apollonis që të lajmëron që ti tani ke ardhur në një zonë arkeologjike, në një zonë turistike, dhe rruga këtu është vetëm një rrugë me një korsi, këtu kalojnë autobus pafund, kalojnë banorët e zonës me mjete dhe bujqësore dhe kamiona, dhe nuk shkëmbehen dot. Do ndalosh bëjmë një bisedë 2 sekonda. Përshëndetje, si e mirë? Mund të të pyes diçka rreth zonës këtu ku ndodhemi? Atëherë, ne këtu ndodhemi në fiks në hyrje të fshatit Pojan. Pastaj Pojani. Okej, por mua më bën shumë përshtypje kjo pjesë e rrugës këtu që këtu ka një gjerësi dhe fillon ngushtohet. Po ju këtu çfarë vëreni, më fal se mikrofoni. Çfarë vëreni ju këtu si problem që ja ndjeni më tepër? Tashti, ky problem nuk është i sotëm. Këto rrugë shu kanë qenë të ngushta, u bë një trotuar atje, u bën disa punime para pak vitesh, po prapë rruga është e ngushtë. Unë tani momentalisht aktualisht jam me motor, po shkojmë punë kam kamionin. Kur të kthehem do të kthehem me kamion të madh, jam me ngarkesë, nuk u mbem dot 2 makina, sepse jam i detyruar do dal unë me kamion ose makinë e vogël, do dalë një nga rruga, të kaloj tjetri. Është rrugë shumë e ngushtë, kjo është problem. Po kur shkon deri me autobuset e turistëve, më keq akoma. Më keq akoma sepse njëri duhet ndaloj më përpara, tjetri duhet ndaloj mbrapa. Do të bëjnë 100 metra rrugë tjetri distancë që të hapet krau, se s'ka. Nuk ke as ku hap kraun sepse rruga është e ngushtë, nuk ke tabela, ke shtylla. Shtyllat e tensionit janë në rrugë. Tabelat në kraun tjetër. E kuptoj. Kështu që është shumë problem rruga. Ka ndalë ndonjëherë ju thon politikanët që do e rregullojmë kësaj radhe, do e rregullojmë. Shiko, jo një herë, po është disa ta herë. E disa herë. Është disa ta herë. E kuptoj. Shumë mirë, mua do falni, vazhdoni, sepse unë do ikim punë. Mund ta verifikoni pas 20 minuta që ju morë pom pat aty me kamion, se si do jetë. Shkojmë realisht. Mund ta shikosh se po vjen dhe autobusi aty si do këmbehet. Kjo është rrugë e ngushtë. Tu nuk shkëmben do 2 makina. Po, ja bën po. Ka marrë kaq herë Nuk shkëmben do 2 makina. Unë thashëm të kishe të isha këtu, i thashun, as i partia nuk ja jepi atë. Atë që do bën rrugën këtu, aty do të jepi. Tani atje je japun. Më thot ai që unë do ta bëj rrugën këtu, po s'kam një fare. Atëherë, unë nuk po them vetëm rrugën. Unë po them që kjo duhet të jetë rrugë, këtu do të ishte trotuari këtu sipër, mbi kanali, mbuluar kanali dhe rruga e zgjeruar. Dhe ndryshimi më këtej, dhe kur të vinë njerëzit këtu turistët të blenë dhe gjërat e zonës, të ketë një treg aty me dyqane, siç e ke tërë botën.